Në emrin e Jezu Krishtit, me besim dhe me përmirësim. Unë të falenderoj për fjalën tënde që është folur. Dhe lutem që fjala jote me fuqi nga fryma e shenjtë do të derdhet në mendjen time. Unë ta dorëzoj ty tani. Dhe unë lutem që ti të sjellësh transformim. Unë zgjedh të besoj në fjalën tënde. Për mbi çdo rrethan, unë deklaroj se nuk do të dorëzohem. Derisa të shoh përmbusjen e premtimit. Zot, fol mbi jetën time. Sot unë vendos të fal çdo njeri që më ka lënduar. Unë heq dorë nga hidhërimi, nga zemërimi, nga ofendimi dhe nga çdo dëshirë hakmarrje. Unë dorëzoj gjithçka në duart e tua dhe kërkoj që ti të shërosh plagët e zemrës time. Pastroje shpirtin tim nga çdo frikë, nga çdo ankth, nga çdo mendim negativ. Më mbush me paqe, me dashurinë dhe me gëzimin e frymës shenjtë. Dhe shkul çdo rrënjë hidhërimi. Në emrin e Jezusit, unë shpall se Jezu Krishti është Zoti im, ai është mbrojtësi im, bariu im, shëruesi im. Unë besoj se ti po hap dyert në jetën time dhe askush nuk do mund t'i mbyll. Unë ushqehem me qëllimin tënd, me planin dhe vullnetin tënd. Zot, përmbush çdo plan në jetën time. Unë zgjedh të eci me besim dhe jo me frikë. Unë zgjedh të jetoj me falje dhe jo me hidhërim. Unë zgjedh të shpall mirësinë tënde mbi jetën time. Në emrin e fuqishëm të Zotit Jezu Krisht. Amen. Haleluja.